На ден пред Курбан Байрам, импровизираниот пазар кај стадионот во Тетово преполн. Цената на еден курбан се движи од 200 евра за овца, а за овен од 250 евра па нагоре. Продавачите се жалат, граѓаните не купуваат многу, а поплаки стигнуваат и поради хуманитарните организации за кои велат дека собираат средства за курбан, а курбаните не ги купуваат од пазарот. Ама добат ska som interessim. Sjangurbeçaret ska interessim sho. A kan pak më shtretja. Sa shkoni dash, sa shkoni dele? Një dele 200 euro, një dash 250 euro. Ma shumë kërkohet desh kërkojnë, po edhe dhenë marin, edhe ajvan të mdhej marin. Me vitet e kalume, ma dobët si vjetë se këra vetë, ka ta shkëndalë shumë shëqata, kurse po ti që shparët, ti qka theret të shëqata, ti qka nuk theret, ama populata ma në shpi nuk e donë. Me quë, nuk e dina ka thera qka ka bo. Ka vendose për kurban, do të vendose në shpejt vete me pre kurbanin, jo, ma ka thera në shoqat. Qëllo, si me të ma dobët se vetë. Mendoj interesimit e njerëzit, se gjëllarët i qënë parët këtë di, veç pare japën si sa da ka, kurbana nuk ka. Këtë gjojat kanë ndrishau, a mën këto prap të shmimi vjeshëm. Купувачите кои ги сретнавме велат дека тие што сакаат и можат наоѓаат пари за курбан. Po ai gjip gjejen i duke shtrenjt. Ai shet lirë. Po merr janë. Një çmimi i volitshëm ka orsash. Ai gji ka pare, ai e bler. Ai gji s'ka pak ma zora, ma në japon çara. 200 vete ka marrë 200 tash. Për vetë. Para 3 vetëve ka konë 158, shte jo bo 200 kja vetë, 220 vë lipshin, 200, që ta i lënë roli, ma shumë, asër si ka në mundësaj njëri, e pagu unë e marë, s'ka në mundësaj. Интересот е опаднат и за готова баклава се пожалија сладкарите. Temi është nivel të dobët. Megjithëse tash ka filluar me bërë mbërësira edhe në për shtëpia, përgatitin mirë, po ne në përgatit, megjithëse është e festa jonë edhe fest fetare. Ato si cili muslimon, si cili shqiptar e festar. Duhet, ne kena këtu për shembull baklava, sheqerpare, aligjina, kena edhe mbërësira tjera, çfarë do klienti ne ju ofrojmë. Една тепсија баклава чини од 2000 до 2500 денари, но многу граѓани купуваат на парче кое чини од 20 до 40 денари.